Përshëndetje shikues të nderuar. Gara për kryetar të Drenasit po bëhet çdo ditë më ashpër sapo po ofrohet pra data 12 tetor kur edhe do të mbahen zgjedhjet elektorale pra ato lokale. Do të jetë një garë mjaft interesant për faktin se do të ketë kësaj radhe një numër goxha të madh të kandidatëve, duke qenë se edhe Partia Demokratike atje është goxha e përqar, ka shumë iniciativa shtetare dhe parti lokale të cilat janë formuar vite më parë dhe janë përgatitur për këto zgjedhje për të garuar për kryetar të Drenasit dhe për asambleje, po ashtu e një prej tyre është edhe Bashkimi Demokratik në Drenas, të cilin e udhëheq profesori universitar Ajvaz Berisha, me të cilin edhe do ta zhvillojmë një intervistë sot për të pa vizionin, projektet dhe çka synon për Drenasin për 4 vjetët që ai synon ta udhëheq pra këtë komunë 2025-2029. Por së pari do ta ndjekim një blog të lajmeve të ditës. Ambasadori i Suedisë në Kosovë, Jonas Westerlund, ka kërkuar nga partitë parlamentare të respektojnë aktgjykimin e gjykatës kushtetuese në lidhje me konstituimin e kuvendit. Sipas tij, kushtetuesja ishte shumë e qartë se legjislatura e nëntë nuk është konstituuar pa u zgjedhur edhe nënkryetari nga radhët e komunitetit serb. Duke folur për Kosova Press, ai bën thirrje për formim të shpejtë të institucioneve të reja, pasi, siç thot ai, Kosovës i duhet një qeveri legjitime për të shtyrë përpara proceset euroatlantike. Well, I'm very clear that the Constitutional Court has made a very clear statement on this, that the Parliament has not been constituted. Gjykata kushtetuese ka dhënë një deklaratë shumë të qartë për këtë. Parlamenti nuk është konstituuar, por në vend të kësaj duhet të procedohet me emërimin e një nënkryetari nga një prej komuniteteve joshumisë. Nuk kam ndonjë mendim për vetëpërmbajtjen, por jam shumë i kënaqur që kjo është një deklaratë mjaft e qartë nga gjykata kushtetuese. Tani mos harroni që gjykata kushtetuese është themeli i çdo shoqërie demokratike dhe duhet i përmbahemi asaj dhe të respektohen të gjitha vendimet. Në prani të krerëve të shtetit është bërë ndërrimi i komandës së KFOR-it, ku sërish është kthyer në krye të misionit të NATO-s në Kosovë general-majori i ushtrisë turke Ozgan Ulutash. Në fjalën e tij, Ulutash premtoi përkushtim dhe theksoi rëndësinë e vazhdimit të misionit për të siguruar një ambient të qetë, të sigurt dhe liri lëvizjeje për të gjitha komunitetet në Kosovë. Priority during this period will be to ensure that KFOR's mission of maintaining Prioriteti im gjatë kësaj periudhe do të jetë të siguroj një mision i KFOR-it për të ruajtur një ambient të sigurt dhe të qetë për të gjitha komunitetet në Kosovë, si dhe për të garantuar lirinë e lëvizjes për komunitetin ndërkombëtar, të vazhdoj të realizohet në mënyrë të paanshme dhe transparente në koordinim të ngushtë me udhëheqësit politik dhe ushtarak të NATO-s. Gjatë gjithë kohës, siguria e të gjithë personelit të KFOR-it do të mbetet prioritet kryesor. Of course, the security situation has significantly improved since KFOR was launched. Ekzistojnë ende shqetësime për humbje sigurie për shkak të disa çështjeve të pazgjidhura dhe kjo është arsyeja pse roli i KFOR-it mbetet ende kritik dhe pse është thelbësore që KFOR-i të shihet si pjesë integrale e angazhimit të vazhdueshëm të komunitetit ndërkombëtar. NATO vazhdon të mbështesë plotësisht dialogun e lehtësuar nga BE-ja për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës dhe KFOR-i po luan rolin e tij në këtë drejtim. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka thënë se Kosova mbetet mirënjohëse për shërbimin, sakrificën dhe përkushtimin e trupave të NATO-s dhe se ky mision është simbol i bashkëpunimit dhe unitetit. Në ceremoninë e ndërrimit të komandës së KFOR-it, ajo ka shtuar se Kosova dhe populli i saj gjithmonë janë rreshtuar me vlerat e lirisë, demokracisë dhe sigurisë kolektive. Kosovo will always remain grateful for your service, for your sacrifice,
and for your steadfast commitment to peace. Kosova gjithmonë do të mbetet mirënjohëse për shërbimin tuaj, për sakrificën tuaj dhe për kushtimin tuaj të palekundur ndaj paqes. Qoftë ky mision vazhdimisht një simbol i angazhimit të qëndrueshëm të NATO-s dhe një premtim i gjallë se së bashku uniteti me të vërtet i mposhtë të gjitha. Kjo kauze madhe me të vërtet kërkon përpjekje e secilit prej nesh, deklaroi Osmani. Ish ndihmës sekretari Amerikan i Shtetit James Rubin ka kritikuar gjykatën speciale për anshmërinë e procesit gjyqësor ndaj ish krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Këtë ka thënë se e vuri re gjatë dëshmisë që ai dha para trupit gjykues në Hag si dëshmitar i mbrojtjes së ish presidentit Hashim Thaçi. Ky gjyq po fajson liderët e UÇK-s për gjërat që ndodhen dhe mbi të cilat ata nuk i kishin nën kontroll. Ishte e qartë se Thaçi si një djalë i ri në atë kohë nuk kishte kontroll mbi asgjë, dëshmoma për 3 ditë rresht, por më duhet të them se gjyqtarët për habin time me parashtronin pyetje që dukeshin jashtëzakonisht të anshme, nuk dukeshin si pyetje që kishin të bënin me gjetje faktike. Prokurorët duhet ta ndërtojnë rastin, mbrojtja paraqet argumentet, gjyqtarët supozohet të mbledhin provat që të ulen dhe të marrin vendimin. Por nga pyetjet që mora, nga disa gjyqtar kisha ndjenjen se ata tashmë vetëm kishin vendosur se UÇK-ja ishte një organizat që funksiononte në mënyrë perfekte dhe që Hashim Thaçi ishte në krye të saj, gjë që nuk është e vërtetë. Pas 8 muajsh ka përfunduar operacioni policor ndërkombëtar Rjeti me goditjen e një grupi kriminal që trafikonte vajza nga vendet e Amerikës Latine dhe të Azisë Qendrore me qëllim të shfrytëzimit të tyre për prostitucion në Shqipëri. Policia e Shqipërisë ka bashkëpunuar me prokurorinë dhe policinë kombëtare të Kolumbisë, policinë kroate, Europolin dhe Eurojust dhe ka arrestuar 7 prej 9 pjesëtarëve të grupit kriminal. Policia po ashtu ka zbuluar një hotel në rrugën Reshit Çollaku ku akomodoheshin dhe shfrytëzoheshin për prostitucion disa nga shtetaset e huaja. Janë sekuestruar shumë aparash, 7 celular dhe prova të tjera të vlefshme për hetimin. Edicioni i ri i Prokredit Superligës së Kosovës në basketbol, si dhe ai i Superligës së femrave, do të nisë këtë fundjavë pavarësisht paqartësive të dritashme rreth shfrytëzimit të palestrave sportive. Kryetari i Federatës së Basketbollit të Kosovës, Arben Fetahu, konfirmoi se është arritur marrëveshje me KQZ-n për zhvillimin e xhiros së parë sipas planit, ndërsa 2 xhirot pasuese do të shtyhen për shkak të përdorimit të palestrave për procesin zgjedhor. Në realitet do të kemi pas paqartësi deri dje nëse do të filloj apo nuk do të filloj në kohë sipas kalendarit miratuar të garave do të për Federatës Basketbollit të Kosovës ky stinor i Prokredit Superligës, edhe i Superligës femrave në të njëjtën kohë. Po dje morëm një lajm të mirë prej kreut të KQZ-s që do të na lejojë që të shfrytëzojmë palestra sportive, të cilat përndryshe sipas planit fillestar është dashur që të bllokohen prej datës 1 tetore deri në datën 18 ose 19 tetor për të shërbyer si qendra komunale të numërimit të votave, po fatmirësisht e gjetëm një gatishmëri prej KQZ-s për të na përkrahur në kërkesën tonë të cilën ne kishim që spakut na lejojnë që xhiroja e parë, e cila ka qenë para parë për të zhvilluar datën 4 dhe 5, këtë shtunë dhe këtë diel, do të zhvillohet në mënyrë të rregullt. Pastaj xhirën e dytë dhe tretë do t'i shtyjmë, sepse kemi të pamundur që të shfrytëzojmë palestrat tona për ta zhvilluar këtë xhir, këto 2 xhira. Ndërkohë shikues, jemi kthy në studio për të zhvilluar bisedën e paralajmëruar më herët me profesorin Ajvaz Berisha, kryetarin e Bashkimit Demokratik në Drenaz dhe kandidatin për kryetar të kësaj komune. Zoti Berisha, mirë se erdhët në Info. Mirë se gjej. Zoti Berisha, pse vendoset që të ktheheni, themi në farforme në Drenaz dhe të kandidoni për kryetar të Drenazit, sepse kjo është pyetja e parë kur ju bëhet një profesor universitar ose dikujt cili
themi është nga ajo komunë, por themi vepron ose diku tjetër. Sikur ju që jeni profesor universitar. Në jetën time që nga fëmijëria asnjëherë nuk kam menduar vetëm për interesin personal. Dhe unë mendoj që detyra e një intelektuali është që mos të sillet vetëm rreth punës së tij personale, familjare, por intelektuali mirëfillt që është i ditur që ka guxim, do të sakrifikoj për vendin e tij sa herë që e lyp nevoja. Dhe unë ardhem në Drenas për të kandiduar për kryetar, për mua është një sakrificë, mirë po nuk ka qenë dëshirë e imja më thonë të drejten, mirë po grup intelektualësh, mjek, profesor, inxhinier, mu kanë drejtuar në biseda me ta që Drenasi ka ngecur dhe ka mbet ndër komunat më të varfër në Kosovë dhe mu kanë lutur që të shkoj të formoj një parti dhe të kandidoj për kryetar Drenasit, për arsye se Drenasi është ndër komunat më të varfra që ka Kosova, ndërsa fatkeqësisht para lufte ka qenë në kohën e okupimit komuna që ka qenë shumë para disa komuna vjera Skenderajt, Podjeve, Soharekës, ndërsa tash numërohet ndër komunat më të varfra. Kjo është arsyeja që ju kam ofruar qytetarit me një program që kanë bërë ekspertët më të mirë që ka Kosova, me kusht që ta zhvillojmë Drenasin, qytetin prej ka vijun, ato kam lind, ato kam kryer shkollën fillore dhe të mesme, dhe pas mbarimit të studimeve kam punuar në gjimnazin Gjergj Kastrioti Skënderbeu 5 vite si profesor, dhe malli për atë vend më ka obligu në një mënyrë edhe njerëzve të mi për të kthyer, për të shërbyer Drenasit dhe për të shërbyer qytetarëve të Drenasit. Unë në çdo tubim ku kam shkuar dhe ku kam pas me bashkëqytetarët e mi, kam thonë se unë do të jem një shërbëtor i qytetarëve të mi dhe një shërbëtor i qytetit tim Drenasit. Po, ju paraprakisht të themi kështu të nisim edhe pak më herët, kthehemi në kohë. Keni jetuar edhe një kohë në Gjermani, u kthyet nga atje sporin në luftë dhe nuk shkuat më. Pse? Deshet vazhdoni këtu aktivitetin që t'jepni kontributin e tuaj në Kosovë? Gjatë kohës së okupimit, kur i mbyllën shkollat, unë pata migruar në Gjermani sepse gjendja e shumë bashkëqytetarëve u keqësua, gjendja financiare, dhe atje për një kohë të shkurt kam depërtuar përmes sportit dhe një kohë të shkurt e kam mësuar edhe gjuhën gjermane, për 6 muaj kam komunikuar jashtëzakonisht mirë dhe kam arritur të integrohem shkëlqyeshëm, mirë po kur ka ardhur kushtrimi për atë, unë kam qenë ndër të parët nga perëndimi që jam kthyer për të shërbyer atë dheu tim. Jeni pendu. Po themi, e keni bërë këto me dëshirën më të madhe, edhe si e shet tash pas 25 viteve të përfundimit, ja ka vlejt gjithaj ajo sakrificë, themi kështu, edhe juja, por edhe shumë tjerëve të cilët ju kanë bashku luftës edhe jenë kthy për pas një shtet tash edhe për të mund për të qeveris, për të kandidu, për të mbajtë zgjedhje të lira, për të jetuar të lirë. Unë mendoj që për atë dhe ja vlen jo një herë të vdiset, por 100 herë të vdiset, sepse një atë dhe kemi Kosovën. Dhe asë një herë nuk jam pënduar, bile ndoshta kur shpresoj që s'do të ketë nevojë të luftoj për atë dhe, mirë po jam i gatshëm tash ndoshta për të luftuar edhe për të vdekur. Megjithatë, po i kthehemi politikës. Ju keni qenë në luftë, njëri prej komandantëve më të mirë, më të zotë se shu kanë thënë edhe kolegët, pastaj profesor universitar, keni vazhdu jetës akademike, jeni tash profesor në Fakultetin e Edukatës Fizike në Prishtinë. Pse në politikë? E thatë pak a shumë, por pse politikën? Pas luftës ju kam përkushtuar jetës akademike dhe ngritjes time intelektuale, sepse kam menduar që sa më shumë njeriu që lexon, sa më shumë që ngritet, është më i dobishëm për vendin e vet. Mirë po, unë mendoj që heqja dorë prej politikës e një intelektuale dhe patrioti është heqja dorë prej çështjes kombëtare. Sepse ju e dini dhe e din të gjithë ata që duhet me ditë që çdo gjë në jetën tonë varet nga politika. Edhe arsimi,
edhe kultura, edhe sporti, edhe zhvillimi ekonomik, edhe bëjtësia, gjitha fushat dhe thot, kur njerëz të mirë janë politik, njerëz të vërtet janë politik, njerëzit që duhen vendin janë politik, e zhvillojnë atë vend. Nëse fatkeqësisht i vendosëm që i kemi vendosur, jo vetëm në komunën e Drenasit, por edhe në shumë komuna në të tjera, po ka edhe komuna që kanë shumë njerëz të mirë, që kanë zhvilluar komunën e vet, atëherë do të thotë bëjmë gabime nëse ja u dhom mandatin njerëzve që as kanë dije, as kanë guxim, as nuk duan ta përparojnë, po çdo gjë e lidhen me interesat personale dhe të një grupi të ngushtë oligarkësh. Po, apo na tregon zoti Berisha si e formuat subjektin e juaj politik parasave, cila ka qenë, domethënë, ajo sfida e parë kur keni fillu, edhe si kanë shku pastaj këto 3 javë të fushatës zgjedhore, keni marrë takime të shumta me qytetarë, si është prit, sepse keni fillu me sa dikon 2 vite për më herët me këtë subjekt politik. Afërsisht kemi filluar që 2 vite dhe kanë qenë një grup i vogël intelektualësh 3-4 veta kur e kemi themeluar partinë Bashkimi Demokratik dhe propozimi jemi ka qenë që të emërtohet me emrin Bashkimi Demokratik, për arsye se kam menduar që të gjitha forcat, pavarësisht njerëz zhgënjym nga partitë e tjera dhe njerëz që vërtet janë demokratë, jo vetëm në fjalë, se shumë parti e mbajnë me demokratike, po fatkeqësisht nuk janë fare demokratike, edhe unë më thon drejtën, jam një person jashtëzakonisht demokrat dhe i shoqërueshëm dhe nuk mendoj vetëm për interesin personal, jam i gatshëm dhe thot që në të ardhmen se ne nuk do të synojmë vetëm Drenasën, ne synojmë të zgjerohemi në për krejt Kosovën dhe unë asnjëherë, po e them publikisht këtu, nuk pretendoj të jem as kryeministër e as ministër, por dëshiroj ta drejtoj partinë dhe ju bëj thirrje edhe që nga këtu të gjithë intelektualet, njerëz të ri, njerëz që s'kan pas qasjen politik, po edhe ata që kanë pas qasjen politik, po jenë zhgënjur nga partitë e tyre, të bashkohen partisë politike Bashkimi Demokratik, sepse ka vend për të gjithë dhe vërtet do ta krijojmë një grupim politik i cili do të jetë shumë i lidhur me interesat qytetarëve dhe jo me interesat personale e grupore, dhe po e shihni që skena politike është vjetruar me njerëz që udhëheqin partitë që janë autokrat, siç e dini, sepse nuk lëshojnë me depërtu njerëz të ri, por pretendojnë gjithmonë derisa të jetojnë me qenë aktorët kryesorë në parti politike. Siç e dini, nga të gjitha partitë politike, mos i përmendim me radhë, ka deputet që 5 mandate prej se u themelua do thotë shteti i Kosovës, vetëm ata dhe nuk lëshojnë njerëz të ri, vetë shkojnë ka të vrapojnë mas tyre, e unë po ju bëj thirrje të gjitha atyre, po edhe në Drenas në këtë rast, që t'i bashkohen partisë politike Bashkimi Demokratik, se ne ju japim hapësirë njerëzve të mirë, njerëzve të vërtet, njerëzve të shkolluar, njerëzve që e dojnë vendin e tyre, jo vetëm me fjalë, por edhe me vepra. Gjatë kësaj kohe, sigurisht duke e pas synim që tynin e garën elektorale të këtyre zgjedhjeve lokale dhe të kandidoni për kryetar, e keni hartu një program dhe e poshtë ishte goxha i voluminoz kështu. A mund na elaboroni në vija të trashës se çka synon Ajvaz Berisha me Bashkimin Demokratik në Drenas, në udhëheqjen e Drenasit për 4 vjet, në bazë të atij programi që e keni hartuar? Programi Bashkimi Demokratik është punuar nga ekspertët më të mirë që ka Kosova të gjitha fushave dhe përmban disa fusha. Ne e kemi futur arsimin, sepse arsimi është shtylla e shtetit. Dhe ne jemi të orientuar në komunën tonë, po dhe në Kosovë përgjithsisht, ta bëjmë një arsim cilësor, jo vetëm të qesim kuadra, po të shkollojmë kuadra që lidhen me tregun e punës, pastaj gjermanët e përdorin një shprehje vertrauen is gut, kontrolle besser. Kjo i bie që me besu është mirë, por kontrolla është më e mirë. Për arsye se në arsim ka rënë para lufte, unë e di kur kam punuar në gjimnazin Gjergj Kastrioti Skënderbeu,
pedagogu dhe drejtori i shkollës asistente pa paralajmërim dhe i kena pas ato plan prospektet dhe pa paralajmërim vente në orë të mësimit dhe e shqeqante se sa është i përgatitur profesori për t'ju ligjëruar nxënësve. Edhe unë tash mendoj, të kthehet kjo që pedagogët, inspektorët e arsimit, në çdo kohë të asistojnë në orët e profesorëve, sepse kjo ju për të bërë si polic ato. Por kjo i detyron profesorët të përgatiten në shtëpijat e tyre e ju të flenë atje dhe të shkojnë pa përgatitur në orë mësimore. E para. E dyta, kemi një politizim të skajshëm të arsimit. Ne kemi premtuar që arsimin do ta depolitizojmë. Qysh do ta bëni me çfarë mazësh, sepse shumë parti kanë premtuar këtë, por nuk ja kanë arritur dhe veç i kanë politizuar në aspektet e partive të tyre. Ashtu është. Unë mendoj që është e thjeshtë si duhet të depolitizohet arsimi. Bartja e kompetencave të kryetarit, të drejtorët e shkollave fillore dhe të mesme dhe të këshillat e arsimtarëve. Pranimi punëtorëve të punë do të bet në bazë të kritereve që s'po i numëroj tona, por nota mesatare, përvoja e tjera, gjinia dhe atë pranim të punëtorëve ju ta bëj drejt për drejt kryetari ose drejtori komunal i arsimit, por të formohet një trup prej 7 ose 11 anëtarëve nga këshilla e arsimtarëve dhe ata të punojnë në bazë të kritereve. Dhe kontroll për këtë të jetë edhe drejtori, por ju të ndikoj. Sepse nga ajo trup zgjedhet ai është quajtur përpara kryetari i plotësisë, i cili në bazë të kriterës votohet qoftë me vota të mshefta, qoftë me vota të mbyllur se cili kandidat do të pranohet në punë, janë kriteret, ai që plotëson kriteret më së miri. Dhe kryetari i komunës bashkë me drejtorin e arsimit vetëm të jenë një kontroll a janë shkel rregullat apo jo. A janë shkel kriteret apo jo. E jo tash për shembull komplet arsimi politizohet për arsye se kryetari i komunës vendos se kanë ta pranojnë punë, s'ka lidhje çfarë kritere shko, deri te veç është i partisë. Po veç është i partisë edhe deri te morrja në punë, deri shohen dhe i shërptuar kush do të më pranu me një shkollë, qa që është politizu, mbarët nga kryetari i komunës. E unë nuk do të merrem me këtu, do t'ja la kompetenca dhe do t'ju sjellë drejtorëve kompetenca më të mëdha, po natyrisht funde dhe përgjegjësi më të mëdha. Po, me gjithë sepse e kemi pa edhe në testin PISA, po dalin nxënësit jashtëzakonisht ulë, domethënë në fund nga si duhet bëhet që me ato kompetenca komunale, lokale që i keni, që nxënësit e shkollave të Drenasit, themi, të dalin mirë në këtë aspekt. Nëse profesorët janë mirë, edhe ligjërojnë mirë, edhe kontrolla është e mirë, atëherë nuk ka se si mos të ketë përparim të arsimit. Kur s'ka kontroll, kur s'ka përgatitje të profesorit, normalisht që edhe nxënësi deli dopt. Kështu që shtimi i kontrollës, pastaj ofrimi kushteve sa më të mira në arsim, kjo ka më bërë që arsimi të ecë përpara. Megjithatë, ka pas ndërtime të shkollave, zoti Berisha, por cilësia ka me thoja se e njëjta. Nuk është vetëm infrastruktura, por krejt mvaret të përgatitja e profesorëve për të ligjëruar. Ju keni dëgjuar shprehjen që thuhet profesori mirë, nxënësi edhe më i mirë. Nëse profesorët janë të përgatitur, atëherë edhe nxënësit s'ka se si mos janë të përgatitur. Nuk mvaret çdo gjë vetëm prej infrastrukturës. Edhe infrastruktura është një prej elementeve bazë për të pasur do të thotë një arsim cilësor. Mirë po, është përgatitja shkollore, përgatitja e profesorëve, ata duhet nëse disa prej tyre janë të vjetruar, duhet të dërgohen në trajnime të ndryshme me kusht dhe sot është koha e internetit, secili mund të hyjë në internet dhe të përparojë në lëmin e vet. Po, do të flasim për një pjesë tjetër që është goxha brengose, prandaj edhe po kemi edhe ikje të rinjve edhe të kurrit të popullsisë Kosovës, është çështja e papunësisë. Cila është plani juaj, çka keni para po në planin e juaj 4 vjeçar nëse vini në krye të Drenasit, që të ofroni qytetarëve të rinjve të Drenasit mundësi punësimi edhe zhvillimi në komunë dhe mos të ketë migrim qoftë në qytete tjera si kryeqyteti apo diku tjetër, apo edhe në diasporë siç po kemi jashtëzakonisht shumë raste.
Çka keni para po në aspektin ekonomik, zhvillimit të ekonomisë dhe punësimit? Pasardhësimit dhe shëndetësisë shtylla kryesore e një vendi është zhvillimi ekonomik. Fatkeqësisht është breng shumë e madhe e imja dhe duhet të jetë secili qytetar që ndin vërtet veten shqiptar ikja e rinisë. Rinia është shtylla kryesore e një vendi. Rinia është ajo që cila gjithmonë bile praktikisht të ne mas shumëti e kemi përjetuar ne, rinia është ajo që ka sjellë proceset pozitive në shoqëri. Sepse ju e dini vetë se keni qenë dikur migrant dhe dini çfarë do të thonë kjo. Deri te çlirimi, çdo proces do të thotë që ka kaluar Kosova që kemi ardhur deri te pavarësimi, s'pore ka nisë rinia. Demonstratat e vitit 1968, pastaj demonstratat e vitit 1981, pastaj demonstratat e natës 7 studentëve dhe kulmi i kësaj që ka kulmuar me ushtrinë shërimtare të Kosovës, do të thotë kryesisht pjesa më e madhe e njerëzve të ushtrisë shërimtare të Kosovës e ushtarëve kanë qenë studentë. Unë të zhvillimi ekonomik e kam thënë dhe po e them edhe këtu në televizionin e respektuar tuaj që pa investitor të huaj, pa investime të huaja nuk ka zhvillim ekonomik. Nuk zhvillohet vendi duke ndërtuar, tash po them te komuna jon, banesa lokale, pasurohen 4-5 oligark, që secili kryetari ka pas oligark të vet, ndërnas dhe qytetari varfërohet. Se krejt ata bashkëdhëtar që jetojnë në botën e jashtme, blen banesa në komunën tonë për të ardhur vetëm një herë në vit dhe kur vinë paguajnë krejt ato komunaljet, ndërsa ku është këtë zhvillim ekonomik. Unë kam qenë 4 vite konsulli i përgjithshëm në Republikën Federale të Gjermanisë në Frankfurt dhe kam krijuar kontakte me investitorë të mëdhenj gjerman, të cilët janë të gatshëm të vinë të investojnë në Kosovë. Dhe kam premtuar që gjatë mandatit tim 2 fabrika do të sjellë në komunën e Drenasit, ku vetëm në njërin do të mundsohen 200 deri 300 punëtorë. Dhe jo vetëm do të të gjyqë gjenive, edhe meshkuj, edhe femra. Pse tash shtrohet pyetja, duhet të vinë investitorët me mua dhe s'kan ardhur me ata tjerët. Fatkeqësisht në për shumë komuna, po edhe në komunën e Drenasit edhe në tjera, kur kanë zbritur këtu investitorë të huaj më një herë, kanë kërkuar mito, përqindje e tjera dhe gjermanët si popull punëtor që janë ata më një herë i mohin valigjet edhe largohen prej atij vendit se e din që s'ka siguri. Dhe unë në biseda me ta kam pasur përbime dhe takimen, ju kam premtuar që nëse bëhem unë kryetar, t'jeni të bindur që këto probleme nuk keni më pasur për arsye se ju ofroj tokën e komunës. Qysh ipet për 99 vjet normalisht që do të votohet nga kuvendi, po ju ofroj si komunë infrastrukturën, kanalizim, ujësjellës, ndriçim e tjera, i kom thonë që krejt ju duhet çka bëni, me që në Gjermani jepni paga deri në 4.000 euro, këtu të ne me 1.500 euro janë të kënaqur të gjithë të rinj dhe nuk kanë të pastaj arsye të ikun nga vendi. Dhe toka për fabrika, se dikush mund të thotë ku, nuk ipet në qendër qytetit. Ajo ku është tokë shtetit dikun që është larg qytetit, ofër bjeshkve, ato mund ndërtohen fabrika dhe kjo është ajo që rinia pastaj kur e ka një mirëqenje nuk ik nga këtu. Tjetër element që i bën ata për të investuar, në Gjermani tatimin fitim është 60%, ndërsa në Kosovë paguhet vetëm 10%, që i bie se një biznesmen nëse fiton 1 milion euro, 60% ose 600.000 euro do t'ja jep shtetit vetë, ndërsa vetëm 400.000 euro ose 40% për veti. Ndërsa në Kosovë do thotë është vetëm 10%. Politikat domethënë janë më të favorshme. Politikat janë shumë të më favorshme për investitorët. Dhe unë mendoj që me këto 2 fabrika punësohen jashtëzakonisht shumë të rinj, pastaj do të subvencionojmë sektorin privat, do të përkrahojmë bizneset start-up, sidomos gjinin femrore, me kusht që të zhvillohen bizneset, të punësohen, të kenë lehtësira bizneset e ju t'i vështërsojmë, ndërsa deri tash atje shumë biznese me përjashtim secili kryetar që ka ardhur në komunën e Drenasit i kanë favorizu 4-5 oligark dhe biznese tjera i kanë ngulfatur. Unë do të punoj që të gjitha bizneset të ngriten në mënyrë të barabartë e jo dikush të veçohet dhe
të fitoj miliona 3-4 biznese e të tjerët të ngelin. Për këta ju bëj thirrje gjithë biznesmenëve që ta votoni Partinë Bashkimin Demokratik në krye me mua, sepse do të prosperojnë. Pastaj, në programin tim e kam heqjen e taksës për bizneset. Është e vetmja komunë gati, nuk e dija ka ndonjë komunë në Kosovë që paguajnë taksa bizneset. Ato kanë mjaft vështirësi, sidomos bizneset e vogla, dhe prap i kanë detyruar që të paguajnë taksë. Me ardhjen time në krye të komunës, atë ditë do të hiqen taksat për bizneset. Po, pas kësajna, ju jeni profesor në Fakultetin e Edukatës Fizike dhe Kulturës, jeni sportist, jeni marrë gjatë edhe me sportin, e keni edhe pasion, kështu edhe profesionin në sport. Cili është programi juaj për trit, për sportin, për kulturën, për artin në Drenas, në nivelin lokal? Sa do të përkrahen të rinjt, por edhe grupet e artit, e kulturës dhe të sportit? Kulturën dhe sportin janë diçka që më flenë në zemër, që i dua, që jetoj me tu. Sporti, edhe për sportin po flas, Drenasi është shquar përpara me 2 klube që i ka pasur në Jugosllavi. Ferronikli ka bogara në Jugosllavi dhe klubi Hembulli Drenica ka qenë ndër klubet më të mira të Kosovës. Fatkeqësisht sot s'kem as futboll e as kem handball fare, sporti është zero. Infrastruktura në sport është zero. Është një fshat në Kovc i komunës së Drenasit që ka rreth 3000 banor, mbahet një turnir për 3 dëshmor, njërin prej tyre kom pas në Nxënës, edhe në shkollë të karates, po edhe në Nxënës gjimnaz, edhe aty luhet në beton. Për mbi 30 ekipe kanë qenë si vjetë, edhe vitin e kaluar dhe tjerë, dhe ende është prej betonit sa që rrezikojnë për të thyrë kembet në atë fush dhe nuk ka një fush. Unë kam premtuar për forcë që çdo fshat do të ketë së paku nga një fushë të futbollit të vogël sintetike, ndërsa fshatrat e mëdha do të kanë nga një fushë të madhe sintetike. Komorani do ta ketë një stadium, sepse Komorani ka qenë komunë në kohën e Serbisë të parë. Ka qenë bile i njohur, Tahir Berisha ka qenë kryetari i komunës të Komoranit. Dhe unë kam premtuar publikisht dhe prapë po e them, e di që kjo është amhup po jena, po sido që t'jetë, Komorani ka pozitën më të mirë gjeografike në tërë Kosovën. Është mesi Kosovës. Pastaj ka një tokë jashtëzakonisht. Po, para se vazhdojmë, premtoni që do të bëni komunë. Unë premtoj që do të lëboni, sepse ju s'mund ta bëni, do ta bëj qeveria, por do të lëboni që Ministria të marrë statusin e komunës? Po, sepse i plotëso krejt kriteret. Mas pari ka 14 fshatra. Mirë po ne do të kërkojmë, sepse Serbia për ta zvogluar Drenicën në atë kohë me qëllim caktuar e ka bërë 5 fshatra, i ka hiq nga Drenica dhe ja ka bashkangjitur Lipjanit, dhe 4 fshatra i ka hiq nga Drenica dhe ja ka bashkuar komunës së Malishevës për ta tkurur, për ta zvogluar Drenicën. Dhe ne tash jemi shqiptarë, kemi pushtetin tonë, kemi qeverinë tonë. Ato 5 fshatra që janë Krejmiri, është Petreshtica, është Shala, është Bajinca, është Mirena, janë 5 fshatra me komunë të Lipjanit që janë Drenicak dhe në Drenicë. Ata do të thotë në Komoranin e kanë fizikisht tepër afër. Për 10 minuta ata mund të zbresin në Komoran. Lidhja është më afër. Lidhja jashtëzakonisht më afër. Për 10 minuta ata mund të vinë në Komoran për të kryer obligimet e veta, ndërsa në Lipjan ju duhet s'paku 50 minuta e sipas komunikacionit dendër kanë herë dhe 1 orë bojnë deri të shkojnë atje. Po ashtu edhe 4 fshatra janë të Malishevës, edhe ato tentojmë që janë afër, edhe më afër Komoranit, dhe do të lëbojmë me Ministrinë e Pushtetit Lokal, do t'i çojmë kërkesat e qytetarëve dhe nuk do të lënë derë pa hapur për të bërë Komorani komunë. Edhe për ne është më e levërdishme sepse 2 buxhete pastaj ndahen, një për Drenas, një për Komoran. Dhe Drenica duhet zhvillohet, se duke filluar, jo që po duhet të jem lokalist, po që nga Serbia e parë, prej si i thuhet këtë ngët vend, bukës, buke ujt, uj, Drenica në çdo proces shoqëror e para i ka fillu proceset për shirimin
e Kosovës. Megjithatë, zoti Berisha patën tentuar, patën premtuar edhe në zgjedhjet e mëhershme para një dekade që Komarani të bëhet komunë, por nuk u bë. E sakt, por unë nuk japi premtime të kota dhe shiqoj qytetarën në sy dhe çdo njeri kur premtoj publikisht, unë thash nuk kam me lënë guri pa lëvizur dhe kjo punë ka më ndodhur, sepse kriteret plotësohen, qoftë me numër të popullsisë, qoftë me pozitë gjeografike, qoftë me dëshirën e qytetarëve, edhe ka komuna që nuk i kanë 70 fshatra dhe në bo komuna, e pse Komarani mos bëhet komunë. Do thotë që ju do ta bëni këtë punë, si të themi, pahile, kështu që Këtë do ta bëj pahile deri te protestat e demonstratat. Sepse ju posënoni si qas vogloni komunës tuaj pastaj territorin, në kuptimin administrativ kështu. Unë nashta i zvoglohet territori asoj, po unë ja zëroj territorin se i sjellja ato fshatra, afër 10 fshatra nga komune tjera dhe bëhen 2 buxhete me këto është mençur për ta zhvilluar më mirë Drenicën. Komunën e Drenasit edhe të Komaranit. Po, na valet edhe pak se për çështjen e kulturës. Cilat do të jenë prioritetet tuaja? Keni para përkrajen e ansambleve të ndryshme që operojnë në Drenas, sepse ka pasur vitin e kaluar, nëse gaboj, është një festival është mbyllur dhe nuk për shkak të mungesës së përkrajes. Ju jeni relativisht të rinë e mosh, por gjeneratat më të vjetra din, po besoj që edhe ju keni lexuar që Drenasi ka qenë djep i kulturës shqiptare, mbar shqiptare. Folklori burimor që është krijuar në vitin 1961, do thotë prej krejt të rojeve shqiptare kanë ardhur në Drenas, kanë qëndruar një muj ansamble të ndryshme që nga arbreshet e Italisë, shqiptarët e Greqisë, e mos flasim për shqiptarët e Maqedonisë e të Shqipërisë. Do thotë ka qenë atmosferë jashtëzakonisht e mirë në Drenas. Fatkeqësisht tash nuk ka kulturë. Unë kam premtuar që të bëhet edhe një sallë kulturës e madhe në të cilën do të zhvillohet çdo gjë, përveç ansambli që do të angazhohet shota, do të angazhojmë edhe grupin e recitatorëve, grupi dramaturgjik ka qenë, ka punuar një ekip në Drenas që ka pasur për qëllim zhvillimin e dramaturgjisë dhe me një dramë më kujtohet Nora, të Andrea Skanietit shkrimtarit, e ka zonë në vendin e parë në Jugosllavi. Më vëmen, pej Drenice, pej Drenasit, që ka qenë e zhvillume dramaturgjia, kultura dhe kësaj pjese do t'i kushtoj, do të ja trefishoj buxhetin, sportit dhe kulturës. Sepse veç me një menaxhim të mirë, sepse mbi 23 milion e afërsisht 600.000 është buxheti për vitin 2026. Llogarit për mandatin 4 vjeçar dikun janë afërsisht 90 milion, e me 90 milion mund të bëhet punë e mirë, edhe vetëm duhet menaxhohen mirë. Edhe unë nuk dua nga asnjë qytetar që të më falenderojnë nëse unë e zhvilloj sportin, kulturën, artin, pastaj gjitha fushat, për arsye se ato janë taksat e qytetarëve. Por edhe ata tjerë kanë mund të më bëjnë këto, por atë ka pas keq menaxhim. Sepse nuk kemi ne pas nevojë të jepen afërsisht 5 milion me një shesh që 5 herë që bëhet sheshin Drenas. Po, do të flasim edhe për kjo është keq menaxhim. Absolutisht do të flasim edhe për atë. Po do të flasim pikërisht domethënë si e ke pa qeverisin e Drenasit në këtë dekadën e fundit, themi, nga zoti Ladrovci, i cili tash po kandidon sërish për një mandat tjetër, të tretin me radhë. Si ka qenë qeverisja në Drenas gjatë këtyre viteve? Unë nuk kam qef të merrem me emra personal, mirë po mi thonë drejtën edhe me emra të përveçëm, prej pas lufte Partia Demokratike e ka udhëhequr Drenasën, sepse dhe Ramizi deri para 2 muajve ishte në Partinë Demokratike. 25 vjetë qytetarët e Drenasit nuk e kanë pasë borxh që gjithë i kanë do votat, ndër ata kam qenë edhe unë her pas here që i kam ndihmuar edhe me vota edhe me krejt, por Drenasi është keq qeverisur. Është keq qeverisur komplet këto 2 decenije e gjysë, sepse nuk ka përparuar, ka stagnuar. Me rëmëmen fatkeqësisht 25 vite mas lufte ne nuk kemi ujë të pijes. Mbi 22 fshatra nuk kanë ujë të pijes,
ka plot fshatra që ende s'kan kanalizim, pastaj është punuar me inate, ato ku i kanë votat kanë bën ndriçim me kanalizim, i sjellës ato ku kanë menduar që si kanë votat, i kanë asgjë kanë asfaltuar rrugë. Ose kanë votuar për tjetër parti. Po, që kanë votuar për tjetër parti, kjo është për mua e papranueshme. Me ardhen time në kryet komunës. Unë pavarësisht a më jep votat një lagje as më jep, e kam obligim se ato taksat e qytetarëve nuk janë taksat xhepit tim dhe unë u sjellsin kanalizimin e të gjitha këto çka i duhen qytetarit do ta dërgoj edhe deri te një shtëpi e cila fare nuk është me mua, sepse kem obligim edhe në fundit kërkush do të më na falënderoj. Te taksat asnjë kryetari i komunës nuk i nxjerr paratë e xhepit vet për të investuar për komunën, por janë taksat qytetarëve të krejt. Dhe ato taksa nuk duhet keq përdoren, e fatkeqësisht janë keq përdorur. Tu fillu për shembull fshatin tim që 25 vjet ende rruga që shpije nga autostrada që lidh me Tiranën Prishtinën, ende është 500 metra të pasfaltume që gjatë dimrit të myt balta e gjatë verës të myt bluhuri, asaj të kalojnë shumë studentë që shkojnë në Prishtinë e shumë qytetarë që shkojnë në punë në këtë pjesën, ndërsa Pedri Nostra është bën një rrugë e keqe dhe gjysma e fshatit nuk ka kanalizim, ndriçimin janë të bërë tash në kohën kur është fushata, kështu që për mua është e papranueshme, do thotë është keq menaxhim jashtëzakonisht i madh i mjeteve, ka plot rrugë të paasfaltuara ndërnic, ka plot trotuare të pashtruara, deri te ujë që është mjet për jetesë, ujë s'ka. Po, ka qenë një problematike e madhe dhe është bo mediale kështu menaxhimi i pronës publike. Thuaj se në secilin komunë ka probleme dhe raportohen probleme domethënë në menaxhimin e pronës komunale. Edhe në Drenas ka qenë një e tillë ku kanë dalë tash disa përgjime, audio incizime, themi më mirë, të mënyrës se si jepet toka komunale. Ju vini prej atje dhe njihni mirë Drenasin. Si do të menaxhohet kjo dhënia e pronës publike komunale për ndërtimet, qoftë të larta, qoftë për të tjera. Si do ta menaxhoni dhe si e keni parë këtë formë të dhënies pronës publike? Me thonë drejtën këto incizimet mos më pëlqejnë edhe në jetën time, nashta edhe në atë kohë kur i na konën e kupim shpionat i kena rrit gjithmonë, edhe nuk du më marr me incizime me këto kohë në jetën time as se bëj ato me asnjë çmim, edhe janë tulta për mua, pavarësisht kush i bën, ai bën ai grup a ky grup, mirë po për dhënien e unë e kam thonë edhe në debatën në televizion e tjera, halli i Partisë Demokratike në kundërshtim me kryetarin Ramiz Ladrovci është pikërisht marrja e këtyre pronave, jo për hallet qytetarëve, por për oligarkët e vet. Kryetari Ladrovci ka tentuar ato prona që t'i jap më herët, edhe të bëjnë ndërtime me 4-5 oligarkë që ka, ata tjerët nuk ja kanë votuar edhe pse kanë qenë në një parti dhe janë krenu deri tash komuna kampion, e tash s'polon gjatë zezë pa thonë. A deri para 2 muajve na mbuh me kantonën edhe kryetari i partisë tyne, mbuh me qeverisjen kampion, e që s'është fare kampion, mund të jetë kampion i varfërisë, por jo kampion i zhvillimit. Edhe është çështja te 3 prona që kanë probleme këta, që është zemra e Drenasit. Komuna e vjetër është afërsisht se se di sakt 1 hektar, është qendra sociale po ashtu me një territor bajegët madh, edhe është 1 hektar djerin që është direkt në shesh, dhe problemi është që në ka për këto kush mi morë të prona për t'i përvetësuar për veti dhe për oligarkët e tyre. A do dojtë jepëshin këto prona strategjike ku janë në qendër të qytetit për ndërtime të larta ku nuk përfiton asgjë në kuptimin e zhvillimit ekonomik komuna? Absolutisht nuk do të jepen. Dhe unë për këta kisha marrë një Çfarë do të bëni ju në këtë rast? Unë në këtë rast, mas pari, do të shiqoj se çka përvetësojnë qytetarë për jetën e pronave. Mirë, po në qendër qytetit unë mendoj që nuk e ka një amfiteatër komuna, ku është komuna e vjetër. Nuk e ka një bibliotek,
nuk e ka një muze. Krejt këtu do t'i ndërtoj për interesat qytetarëve, për zhvillim kulturor, arsimor, sport, e jo do të tipen për të pasuruar sa ma shumë disa oligark. Dhe për shumë gjëra tjera, unë e kam princip të pyetën qytetarët. Është shumë e lehtë, mund të bëhet një referendum, ose i takon qytetarët çka pjau me menja si zhvillohet qyteti, çka dëshironi të bëni me këto pruna që në qendër qytetit, e jo kryen vete tipen dhe thot për interesa pura personale. Zoti Berisha, e kam i pyetje krejt fundit, me që jemi në fund të kohës, a ka vijat ku që Bashkimi Demokratik dhe ju sekretari i saj për të bashkëqeverisur nesër me ndonjërin prej këtyre partive, nëse spari shkon një ballotazh dhe pastaj edhe mund të jeni në dilni si i pari ose edhe i dyti, çfarë do pozicioni që t'jeni? Keni vijat ku që për të bashkëpunuar, apo cilat janë, e të themi, nëse s'keni atëherë cilat janë kushtet që ju do t'i ofroheshit një partije tjetër për të bashkëpunuar? Unë vijat kuqa nuk përmend se në politikë nuk ka të vijat kuqe për arsye se do të shkohet prapë në zgjedhje nëse dikush si fiton zgjedhjet. Mirë po unë shfrytëzoj rastin, t'ju bëj një apel qytetarëve të Drenasit. Ju lutem, ju për mua si Ajvaz Berisha, por për hir të fëmijëve t'juj, për hir të nipave t'juj, të mesave t'juja, që ta ndryshojmë këtë gjendje në Drenas që është mbi 2 decenje pa zhvillim ekonomik, pa arsim cilësor, pa kulturë, pa sport, me jepni votën mua dhe mandatet tjera ju garantoj që fare pa dalë në fushat do të fitoj me punën që do të bëj. Sepse nuk jam njeri që premtoj, edhe nuk jam një prej atyre se mas pak të quj vetën politikan, nuk jam një prej atyre do të që premtoj e nuk i mbaj premtimet. Në jetën time ende kur se kum ullë kokën ose sytë nga askush, sepse edhe një njeriu të vetëm nëse ja kum dhonë fjallën, kam dashtë me qëndru e me ambajt. Për ju thëmë qytetarëve, që nëse dëni që rinis t'i kthehet buzëqeshja, që pensionistëve t'ju kthehet buzëqeshja, që qytetarët të ndihen mirë në komunën e Drenasit dhe të ketë zhvillim ekonomik e arsim cilësor e shëndetësi çfarë duhet jetë, atëherë voton e Bashkimin Demokratik në krye me mua. Zoti Berisha, faleminderit shumë që ishte sot në InfoD. Faleminderit shumë nga ju. Shikues nderuar, ne kaq kishim për sot dhe këtë emision të fundit për këtë javë, ne do të shihemi sërish të hënën, deri atëherë mirupafshim.